Pini një gotë nga ky lëng dhe do të flini më të qetë se asnjëherë. Pagjumësia është një nga problemet që nuk zgjidhet lehtësisht pasi ndonjëherë dhe ilaçet nuk janë funksionale. Nëse keni provuar çdo gjë dhe as çaj me kamomil nuk ju ndihmon, ndoshta ky lëng që përgatitet lehtësisht do t'ju zgjidhi këtë stres të përditshëm. Përbërësit që do t'ju duhen janë një lugë gjelle vaj kokosi, 1/4 lugë çaj të mjaltit të papërpunuar dhe 1/8 lugë çaj krip deti. Si ta përgatisni dhe ta përdorni këtë pije? Përzieni mjaltin dhe vajin e kokosit në një enë dhe shtoni dhe kripën. Përzieni mirë, konsumoni një lugë gjelle nga kjo përzierje dhe më pas konsumoni një gotë ujë. Opsioni i dytë është të konsumoni vajin e kokosit dhe mjaltin ndarazi dhe gjithashtu konsumoni dhe një gotë me ujë. Më pas mund të shtoni kripën e detit në një filxhan të vogël ujë dhe ta konsumoni atë.